Partitë politike kanë ndezur tashmë motorët duke nisur fushatën elektorale, një fushatë elektorale kjo e cila pa dallime partijake po ndërtohet në bazën e programeve ekonomike, sociale dhe ati të zhvillimit, të cilat këto programe në vetvete përmbajnë 10 premtime. Për qytetarët e Vlorës, premtimet në kohë fushate ndër vite kanë treguar se janë fjalë boshe. Qytetarët thonë se në vitet e demokracisë vetëm një pakicë fare e vogël e premtimeve që janë dhënë përgjatë zgjedhjeve janë realizuar më pas. Sipas qytetarëve, partitë politike duhet të sigurohen më tepër kur dalin përpara votuesve dhe japin të tilla premtime, që këto premtime më pas të mbahen. Qytetarët theksojnë edhe faktin që partitë politike në vend duhet të largohen nga zakoni i vjetër i të dhënë premtime elektorale të paralizueshme, vetëm sepse populli do të dëgjojë diçka të tillë, çka mund të përkthehet më pas në më shumë vota. Tani sa herë që vi zgjedhjet ka shumë premtime. Po ne na duhet ajo që shohim fakt. Çfarë është bërë deri sot, çfarë do bëhet. Ata i bëjnë premtimet për të fituar votat. Po edhe ka ndonjë nga këta të rinj që mund të dali, po të shoj, ta duhet provuar. Janë bajtur shumë pak. Shumë pak. Nëse janë dhënë 100 premtime, po, sa mendon se janë bajtur? Mund të jenë bajtur 20. 20. Po. A ka ndryshuar jetesa juaj si qytetar nga këto premtime të mbajtura apo themi? Po, ka ndryshuar pak, po. Sa përqind? Po, me përqindje tash ka ndryshuar, po nën 50%. Nën 50. Po, ka ndryshuar. Premtohet. Ka ndryshuar. Ekonomi, rregullimi i ambientit. Po, kështu na kanë thënë gjithmonë, nuk e dim. Po, ka ardhur koha që duhet ndryshuar ca gjëra, dhe drejtuesit duhet ndryshuar. Se çdo bëhet pastaj do ta provojmë. Ne vajtëm 35 vjet, të them pak a shumë, edhe jemi deri këtu me këto. Unë vetëm për të marrë hipotekë në një toke, kam 30 vjet, sikur të më kthej njëri lekët që kam paguar në përzyra edhe me gjometra që kam matur tokën, e fal 1000 herë tokën. Tani, problemi që kur bëhet fusha elektorale, thonë vetëm anët pozitive, po nuk thonë anët negative. Pra thuhet vetëm për të mirat, po nuk thuhet çfarë është përdoruar, çfarë është vjedhur, çfarë është për të bërë, e kupton? Pra nuk ka autokritik, ka vetëm burrje. Pra nëse do kishte autokritik, do kupton njerëzit që vërtet ka probleme, se gjithandej ka probleme, nuk të jemi realist. Po në një fushat ose me një drejtësi që me politikanë që drejtojnë, që flasin vetëm për burrje dhe nuk flasin kur për vretje, për shembull unë më kujtohet, nëse nuk u bezdis, kur bën pasaporta në 2010 që ndruan pasaporta, unë kam hedhur 5 certifikata pronësie poshtë, certifikata i ndruar, pse? Sepse veja të merret certifikat në veja në Itali, ai më thoshte do bësh edhe kartën e identitetit. Ora nuk më duhet pasaporta valla. Mendo ti çfarë bëj? Ai të impononte me ligj se si të pasaportën, të bëje kartën e identitetit, kur unë nuk më duhet valla, unë doja të vej në Itali. Pra unë jo vetëm që do të më kujtojnë këto, jo vetëm që kemi qenë gjithmonë me këtë demokraci të jashtëzakonshme. Një dytë mua më duket se shumë sa më kohë shkon, aq më shumë rritet këto vështirësitë. Detyra e çdo partie është që të premtojnë kohë fushate, kështu që është normale që ata të premtojnë. E mira është të mbajnë premtimet edhe të jetë. Po i mbajnë, besoj disa premtime i mbajnë, disa që janë më të mëdha janë më të vështira për të mbajtur, po kjo është situata. Besoj kudo në botë kështu funksionon. Duhet të ketë më eficiencë, pra të ketë më premtime të dhëna të cilat mbahen? E mira është që çdo premtim që jepet të mbahet brenda afatit të caktuar. Kjo është më mira edhe për partitë, edhe për qytetarët, edhe për popullin. Ke shpresë se do të realizohet kjo gjë një ditë? Po tani shpresë. E mira është të gjithë shpresojnë për këtë, jo vetëm unë, po. Pas në privilegj në kanë e fare, absolutisht. A dëgjon të njëjta gjëra, apo ka dhe të reja? Qa të reja, si gjë, njëjtë retorikesh, gjithmonë. Të njëjtat fjalë? Po, vetëm ndryshon koha dhe ora dhe vendi. Nuk e besoj ditë këtë mbaruar në një gjë deri në fund. Mendon se do bëhet diçka ndryshe tani? Absolutisht jo. Pjesë e premtimeve elektorale të partive politike janë edhe këtë fushat zgjedhore, rritja e pensioneve, rritja e pagave, minimumit jetik, si dhe fuqisë ekonomike të qytetarëve. Premtime këto të dhëna edhe në fushata zgjedhore të kaluara, të cilat deri më tani rezultojnë të pambajtura. Në vend të rritjes së pagave dhe pensioneve, në Shqipëri
është rritur vetëm kosto e jetesës dhe sigurisht çmimet e produkteve të shportës.